Allahu mandushëm wa mal hayatu dunya illa lahu wa la'ib. Nuk është gjë tjetër dynja përveç se arktim dhe lojë. Wa inna dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Kurse shtëpia e ahiretit ajo është përjetësia nëse do ta dinin. Gjithashtu thot Allahu mandushëm në Kur'an, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama. Shembulli i kësaj dynjaje është si puna e ujit pra shiu që zbrit dhe për shkak të tij dolën bim dhe këto bim u ritën dhe dal nga dal u kthyen në kasht. Dhe ky ujë sërish që e ngjalli, ky ujë sërish e merr me fjalë dhe e transferon për aty dhe e gropos. Gjithashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kun fi dunya ka'annaka ghariba wa 'abir as-sabil, në dynja sikur je i huaj ose kalimtar. Që në fillim të Kuranit, në aspektin e renditjes, Allahu mandushëm tërheq vëmendjen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe eksplicite tek ajo sure që ne e lexojmë 17 herë në ditë, tek dita e Kiametit, pra tek bota tjetër. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplotit, falënderimi i plotit takon Allahut mandushëm i cili është Rabbul Alamin, Zoti i gjithë botrave, krijuesi dhe sundimtari i tyre. Ar-Rahmanir-Rahim, mëshiruesi mëshirëploti, pastaj thot Allahu mandushëm Maliki Yawmiddin, sundimtari i ditës së gjykimit. Dhe këtu Allahu mandushëm na e prezanton ditën e gjykimit jo thjesht në aspektin objektiv, ekziston një botë tjetër atje dhe kaq, por na krahason me një nga cilësitë më madhështore të tij që është El Malik, sundimtari, pronari absolut. Do të thot me fjalë që pronari absolut i ditës Kiametit ka përqenë Allahu mandushëm dhe sundimtari absolut i ditës Kiametit ka përqenë Allahu mandushëm. Dhe botën tjetër Allahu mandushëm këtu na e prezanton duke me cilësi shumë veçantë, Malik Yawmiddin, dita e kujt? E denit, e borxhit, dita e llogarisë, dita e hesabit. Dhe bota tjetër ose ahireti na ka ardhur në Kur'an me disa cilësi. Këtu na vjen ahireti me Yawmuddin, dita e hesabit, dita e llogarisë dhe ai që do e bëj hesapin pa delegim në mënyrë të drejtë për drejtë ka përqenë Allahu mandushëm. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah. Dhe ne ditën e Kiametit thot Allahu mandushëm, ne do t'i vendosim peshoret absolute ditën e Kiametit, peshore absolute. A ditë nuk ka për t'u bërë njeriu pa drejtësi qoftë as edhe grimcë e vogël. Dhe Allahu mandushëm na e sjell 3-4 shembuj në lidhje me atë që si bëhet kërkuj pa drejtësi, në lidhje me bërthamën e hurmës. Kur e marrim hurmën dhe e qërojmë, nxjerrim bërthamën, ajo është e mbështjellë me një cip shumë të hollë, që kur e mbështjell të duket sa një zerre, sa një fare vogël. Ajo cipa që e mbështjell. As kaq thot Allahu mandushëm nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Gjithashtu kur e merr atë bërthamën e hurmës, në mes aty ku bashkohet është një fije e hollë. Edhe këtu e përdor Allahu mandushëm si shembull për të na thënë që as kaq nuk i bëhet kujt pa drejtësi. Po ta kthesh mbrapa atë bërthamën e hurmës në shtëpinë ka një pikë që quhet Qitmir. Pik, ajo është pik tashmë, nuk është thjesht pik, shenjë. As kaq thot Allahu mandushëm nuk do të bëhet kujt pa drejtësi. Pse? Edhe potencialisht nuk mund të bëhet kujt pa drejtësi, sepse edhe në dynja kur thu që filani është gjykatës shumë i drejtë ose njëri që e ndan shumë drejt, potencialisht edhe mund të bëj pa drejtësi, pa dashje, sepse është njëri. Ditën e Kiametit as nuk i shkon kujt ndërmend se mund të bëhet kujt pa drejtësi, sepse peshoret e drejtësisë do t'i përdori Allahu mandushëm i cili i drejti absolut. Është sundimtari absolut, thot Allahu mandushëm, enel melik ejne mulukul ard. On jam mbreti absolut, ku jam mbretrit e tokës. Pastaj tek surja Bekare, sërish na e sjell botën tjetër në lidhje me cilësitë kryesore që duhet posejdojnë të devotshmit. Elif lam mim dhalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Elif lam mim, ky është një libër që nuk ka dyshim të, është udhëzim për kë? Për të devotshmit. Pra marrëdhënia me cilën duhet ndërtojmë me librin e Allahut mandushëm, cilësia kryesore me cilën duhet të ndërtojmë këto marrëdhënie kush është? Siguria. La rayba fihi, nuk ka dyshim të. Hudan lil muttaqin, udhëzim për të devotshmit. Kush janë të devotshmit këtu? Dhe Allahu mandushëm na i sjell këto cilësi të devotshmit, që në fillim të Kuranit, që në fillim surës Bekare, që është me fjasurja më e madhe, për të na thënë ne se qëllimi kryesor, madhor i Kuranit, që duhet të jetë edhe qëllimi juaj në ndërtimin e marrëdhënieve me librin e Zotit pra me Kuranin, është realizimi i këtyre cilësive. Cilësia e parë, hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Besojnë në të fshehtën, në atë për cilën Allahu mandushëm ka dhënë me qindra dhe me mirë argumenta, por ju nuk e shihni. Pra nuk ka thënë besoni verbalisht, por thotë studioni argumentat e mia,
të cilat janë shumë bindë se ushqejnë arsyen tuaj plotësisht, por besoni në atë çka nuk e shihni, sepse nëse do të besonit vetëm në atë çka shihni, nuk do të ishte gjë tjetër përveç se hyjvanat si gjithë tjerët. Dhe këtu e kupton me fjalë se sa dëm të madh i bën njeriu bashkëkor vetes kur thotë unë besoj vetëm në atë çka shoh dhe prek. Një lloj bën edhe hyjvani edhe lopa, para se të hajë me fjalë barin, shkoni merr herë me këtë shqisën e vetë dhe han. Allahu mandush me do njeriu që të jetë shumë më lart se sa kaq se i ka dhënë arsye. Hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Besojnë të shehtën. Wa yuqimuna as-salata dhe falin namazin, japin hakut, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe nga ajo që ju kemi dhënë ata japin. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ata që besojnë atë çka të kemi zbrit ty dhe ata çka u kemi zbrit edhe të tjerëve para teje, edhe në ahiret dalim tashmë tek tema jon, hum yuqinun, ata janë të sigurt. Një nga cilësitë kryesore të besimtarit mbi cilën ndërton marrëdhënien me Allahun e Madhnueshëm në fenë e Zotit në këtë dynja është siguria në ahiret. Besimi në botën tjetër nuk kërkosh thjesht besim, unë besoj në botën tjetër, por besim në çfarë? Në ahiret. Tash do ndalemi këtu se kjo është tema jonë në xhamat. Nëse do të shikoj besimtarit tek vetja, fal namaz, edhe agjeron, edhe mirë, po marrëdhënia e tij me këto vlerat e larta islame, morale, edhe etike, kujdes, edhe etike, nuk është aty ku duhet le ta kërkoj zgjidhjen ku? Tek yaqini në botën tjetër, siguria në botën tjetër. Pse, për çarsye? Për arsye se në botën tjetër do të vendoset drejtësia absolute e Allahut Madhnush, Zoti i gjithësisë. Do të vendoset drejtësia absolute. Dhe arsyeja sepse Allahu Madhnueshëm na ka thënë ne në lidhje me botën tjetër, besimi juaj duhet të jetë yaqini, i sigurt, është se kjo është mënyra e vetme që njeriu ta kurojë jetën e tij të brendshme dhe të jashtme, sjelljen e tij morale dhe etike, ashtu siç duhet. Përndryshe, njeriu me fjalë nuk e ka problem të justifikojë vetë, thotë ama se nuk ka problem. Për një veprim ose fjalë caktuar, nuk ka guxim me e thënë tjetrit ballë për ballë. Ama në krahun tjetër, bën disa shkelje etike shumë të rënda dhe ti thu, more, a është ky me fjalë që njoh unë apo jo? Mi po nga vjen kjo, sepse në ato momente njeriu haron se peshorja ditën e Kiametit ka për qenë absolute dhe Allahu Madhnueshëm ka për t'i vendosur të gjitha punët aty, pa përjashtim. Në shumë raste mendojmë se me qenë muslimani mirë mjafton mos me vjedh. Me qenë muslimani mirë mjafton mos me e cënu gjakun e tjetrit dhe jetën e tjetrit. Me qenë muslimani mirë mjafton me u largu këtyre gjunave të mëdha. Faktikisht, ky ajet kuranor dhe kjo cilësi e besimtarit, të cilët duhet ta realizojmë, na thotë se me qenë muslimani mirë, me qenë në nivelin më të lartë të etikave islame, të vlerave islame. Në një nga betejat e muslimanëve u plagosë ran 3 shokë dhe 3 vëllezër, shok, bashkëpunëtar, luftëtar në rrugë të Zotit. Pasi mbaroi lufta, shkoi, le të themi, infermieri për t'ju dhënë ujë. Shkoi tek i pari, i tha, shko ka i vllai im tjetri, shati jepi para meje. Kur shkoi tek i dyti, i tha, shko tek ai tjetri, i treti, sa ai është më nevojshëm për ujin se sa unë. Kur shkoi tek i treti, me i fjalë kishte vdekur, u kthy ke i pari dhe ai kishte vdekur dhe i dyti kishte vdekur. Kjo është imani, kjo është siguria. Edhe këto e bën kush? E bën ai i cili ka siguri në çfarë? Në botën tjetër. Në atë ditë që Allahu Madhnueshëm do të vendosi peshoret absolute. Sepse siguria në botën tjetër është kontrollori i aty në sjelljeve që nuk na e kontrollon dot kush. Çfarë? 2 gjëra. Ligji 1 edhe shoqëria 2. Si kontroll në aspekti jo thjesht në shef, po nuk na imponon dot shoqëria dhe nuk na qun dot burr të keq shoqëria, sepse në momentin që bën një shkelje etike të rëndë, jenë gjendje me sjell 500 justifikime që jenë pozicionin e duhur. Kurse siguria e besimit në botën tjetër e formaton sjelljen e njeriu të plot. Nga çështja më e madhe deri tek çështja më e thjeshtë. Dikush u fut në xhenet sepse i dha ujë një qeni, si është e mundur. Për shkak një qeni hyn në xhenet, sepse me i fjalë aty ku ai e pa qenin pasi doli nga pusi pi uji.
Nuk kishte që njëri që t'i thot lumshin krahat. As qeni nuk mund të t'ja kompensote. Ajo çka e bëri këtë njëri të futet njërë në pusë dhe t'i apu i qenit kush ishte. Kjo lloj sigurie në botën tjetër. Kjo lloj sigurie në botën tjetër. Mund shkoj njeriu tek mjeku. Dhe mjeku ka mundësi çfarë? Pa bëj diçka dëm, edhe ta justifikoj se në fundit zanat. Mirë po ai që ka siguri në botën tjetër, e merr robën e Zotit i thot, i bëm disa gjëra, bëm maksimumi, po nuk na doli ashtu siç duhet, se ndodh. Kush e bën këtë? Ai që ka siguri në botën tjetër. Ai që ka siguri në botën tjetër nalcohet në gradat më të larta të kujt? Edhe të burrnisë. Se fundit ç'është burrnia imanore? Burrnia imanore është me fjalë me qëndru me të vërtetën në të gjitha rastet, edhe atëherë ku e vërteta është kundra teje. Burrnia imanore është të qëndrosh në suazat e etikave të larta, edhe atëherë kur vjet në diskutim kush personaliteti jot. Ndodh, qëndro. Kush e bën njeriu që të jetë në këto nivele, siguria në botën tjetër. O në daul me wazin el qista li yawmil qiyamah. A ditë ku do të vendosin peshoret absolute, dhe ku do të thotë Allahu manushëm enel melik ejne mulukul ard, unë jam mbretin, jam sundimtari, ku janë sundimtarët e botës. Dhe këto janë ato sjellje dhe morale, të cilat me fjalë ose me cilat brezi i parë që edukoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, bën atë ndikim të madh në një kohë shumë të shkurtër, edhe pse numri ishte shumë i kufizuar. Le të bëjmë krahasimin sot, 2 miliard musliman. Pse ndikimi është jo në atë nivel që ne synojmë, ose duhet, ose dhe Islami synon, sepse siguria në botën tjetër nuk është në nivelin e duhur. Siguria në botën tjetër nuk është në nivelin e duhur. Një nga komandatët musliman ra peng në duart e Bizantit. I tha mbreti ose sundimtari bizantin, i tha ndroje fen të të liroj, s'bëhet fjalë. Ndroje fen të të martoj me vajzën time, s'bëhet fjalë. Ndroje fen të t'jap gjysmën e pushtetit tim, nuk bëhet fjalë. Atëherë filloi ta sprovoj me shokët e vet. Ndezi një zjarr të madh, vendosi një kazan të madh me vaj, që shkrinte dhe hekurin, dhe mori njërin nga shokët e tij dhe e hodhi aty. Prap nuk hoqi dorë. E varën militar dhe dal nga dal filluan të alshojnë në atë kazan me vaj. Filloi duke qa. I tha pse po qanë? Po qetha se më vje keq se kam vetëm një shpirt, do kisha dash me pas 100, që gjitha që kisha dhënë për hatët të Zotit. Kur e pa këtë lloj situata, a është e mundur që njeriu të arrijë deri këtë grad? Këto nuk janë prallo o xhamat, këto janë fakte, këto janë realitete, kjo është burrnia. Pa burrnia nuk është një plisë në kokë me i fjalë dhe tir që shtrënguar në mes. Burrnia është vlerë. Burrnia është ndryshmëri. Burrnia nuk është kostum i bukur me i fjalë 500 euro dhe një kollare me i fjalë që e ndron për ditë. Nuk është kjo burrnia. As orat e shtrenjta. Burrnia është vlerë. Burrnia është ndryshmëri. Burrnia është iman. Kur e pa me i fjalë që, burrnia është edukat. Burrnia është transparencë. Burrnia është me i fjalë me qenë larg hipokrizisë, sa qielli dhe toka dhe sa lindja dhe perëndimi nga njëra tjetra. Burrnia është me pas takat dhe forcë me qenë në përputhje me vlerat e tuaja të brendshme dhe të jashtme, morale dhe etike në të gjitha rastet, edhe atëherë ku ke interese dhe kur ke dëm. Kjo është burrnia imanore. Në fund i tha, do të liroj ti nëse më puth kokën, po tha kam një kusht. Do ta puth kokën, pra ky muslimani, këtij komandantit, po të më japesh me vetë edhe shokët e mi, kjo e burrnia, edhe shokët e mi. Mund kishte thënë, vallai, s'kam ç'a bëj tash situata ju, Zoti ju ta shtrerin edhe po. Unë bashkë me shokët e mi. Kjo është burrnia. Nga vjen? Nga siguria në botën tjetër. Mos e pretendoj as kërkush. Përveç se nëpërmjet kujt? Sigurisë në botën tjetër. Kjo është burrnia. I mori shokët e tij dhe u largu, pasi i puthën kokën këtij komandanti. Kur shkon ke unë në Khattabi, i tha tashmë e kemi gjithë për detyrë që nga unë i pari të puthim kokën ty. Edhe gjithë Medinasit me i fjalë shkuan në xhami duke i puth kokën këtij njeriu. E meritonte se kjo ishte burrnia imanore. Nga buronte, nga siguria në botën tjetër. Pjesë e burrnisë imanore, dikush ka një hall.
Mos i bjerë shkurt. Jep maksimumin në fund, thoi, vallai dëshira është shumë e madhe, po ka qenë mundësit. Wa bil akhireti hum yuqinun, dhe ata në ahiret janë të sigurt. Në ahiret janë të sigurt. Dy hutbet e para ne kemi folë për çështjen e kujt, çështjen e etikave politike dhe kjo cilësi madhore, nëse do ta ketë ai që e ka sprovuar Zoti me drejtimin e popullit dhe të shoqërive, realisht bën hajër shumë të madh. Prandaj dhe Umar ibn Abdul Azizi, edhe pse vetëm 2 vjet e 3 muaj e drejtoi ummetin islam, sot nuk harohet si model. Sot nuk harohet si model. Pse? Sepse siguria e tij në botën tjetër e bëri me i fat që të ndërtoj këtë shembull madhor, nga i cili marrin shembull dhe mësim e gjithë njerëzia deri në ditën e Kiametit. Një nga çështjet madhore që Allah mëndueshëm ngre shumë në Kur'an, edhe çështje për cilën ka vendosur një metodologji të plotë, është qenurit i ekuilibruar në marrëdhënie me dynjan dhe ahiretin. Pra e thot Allahu mëndueshëm, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Me atë çka kemi dhënë, syno, pra prej dynjas, syno maksimumin kë, pra fitimin e xhenetit dhe kënaqësinë Allahu të mëndueshëm në botën tjetër. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, por mos haro nasibin dhe pjesën tonë në dynja. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, dhe bëj mirë siç Allahu ka bërë mirë ndaj teje. Wala tabghi al-fasada fil ard, dhe mos syno shkatrimin në tokë.